Dhe në vitin 2017 ose 2018 në koalicion me Partinë Demokratike. Sa i përket akuzave që po ja bojnë tash ata të tjerë që nuk e dojnë fort PDK-n, e lënë fojet Urani Smoli dhe Deges së Prishtinës, unë mendoj që nuk është realiteti atë, sepse kryesia e Partisë Demokratike ka votuar me unanimitet që Limaj të mos jetë në listën e Partisë Demokratike. Prandaj është keq me akuzu zotin Ismaili, i cili është kryetar i Degs më të madhe për momentin të PDK-s, por megjithatë kryesia e partisë ka vendosur që Limaj të mos jetë. Unë jam për që Limaj është dashur të jetë në listë, sepse Partia Demokratike kishte fituar nga ardha e Limajt, sepse kishte marrë një elektorat i cili është Partia Demokratike dhe votë të cila janë të vetë interesuar të jenë pjesë e Partisë Demokratike. Unë po zotin Mongraj, i cili ka thonë që Limaj është një të pushojnë për një mandat, e mund të rikthehet më pas, sepse duhet të bëj veten që dikush të kërkojë debat me ty. Vish po do me plotsu, se po më duket po bën që mirë, jo të vi me ty. Po për çfarë lëm të foli pra. Fol. Okej. Unë mendoj edhe më merr mendja që edhe komentohet që zoti Limaj komi bë thirrje elektoratit vet për me votu Partinë Demokratike të Kosovës në këtë zgjedhje. Kjo është dëshirë që... Unë mendoj që ka me bëjë që të punë. E presim ditë vjen vijëm, për shkak se u po thamë, PDK-ja qeli dere. Ashtë zoti Limaj e ka për detyrë që atë elektorat vetë me thonë tash votoni këtu se në zgjedhjet e ardhshme Dorë të thamë sikur konsumoi ky muhabet në zgjedhjet e vjetorit, okej, po deme tash... Unë mendoj që PDK-ja strategjikisht e ka bën një gabim të madh. Mos përfshirja e Limajt kam ja harxhu këtë energjinë gjatë fushatës, fillimisht njëvën e parë, me arsyetu sepse nuk e ka marrë zotrin Limaj në listë. Kjo e para. Kjo ka pas reagime. E dyta, e dyta mendoj që... Unë mendoj që zoti Limaj Unë mendoj që edhe nëse si thot zotri Limaj voton e PDK-n, ai është elektorat që është dalë nga PDK-ja. Që afrohet ideologjikisht me PDK-n. Megjithatë unë mendoj që këto inovatë të hasmëritë politikës janë vogla krahasim me bazën ka kanë filluar këta. Edhe këta janë njerëz të ISHQ-s që e kanë kaluar me të përbashkët në kohë lufte, kohë më të vështira, edhe mendoj që është dashur me kalu këto inovatë edhe PDK-ja me Limajt dhe Anasjelltas. Mu bë bashkë për një kauzë atë që ata konsiderojnë të madhe që është pushteti i Kurtit. Po zibra angut Bedrin që tha ditë. Unë mendoj që mënyra që deklaru PDK-ja që shkon në bazë, më që është ofendim për një